dëmet së parë janë, siç e përmenda, janë shumë të larta për qytetarët, sepse një pjesë e mirë e lagjeve në Durrës, të cilat janë të përmbytura dhe uji i ka dëmtuar jo vetëm shtëpinë, por dhe të gjitha pajisjet elektroshtëpiake, pra janë në kushtet e pamundësisë për të jetuar normalisht, edhe pasi të pushoj shiu dhe pasi të iki uji nga shtëpia. Kështu që ato nuk kanë kohë të presin rimbursimin e dëmeve nga qeveria, i cili me shumë mundësi do kërkoj kohë dhe procedurë, por ato nesër ose në momentin e parë do duhet që të blejnë pajisjet elektroshtëpiake. Kështu që dhe për qytetarët ky është një shpenzim i paparashikuar dhe shumë prej tyre jam shumë e sigurt që do kërkojnë financime qoftë në banka ose te familjar ose te persona të tjerë për t'ju rikthyer normalitetit, pra për të blerë një sopë përgatim ose pajisje të tjera elektroshtëpiake, sepse realisht në zonën e ish-Kënetës, por edhe në njësitë administrative, dëmet janë realisht të mëdha dhe flitet edhe për kategori të cilët e kanë të pamundur rikthimin në gjendjen e mëparshme. Kështu që unë mendoj që dëmi ekonomik dhe vështirësia për të kthyer në gjendjen e mëparshme është shumë e vështirë për qytetarët sesa për shtetin, sepse patjetër që është detyrë ekskluzive e shtetit që t'i kompensojë në kushtet e pamundësisë për ta evitu këtë situatë, sepse mendoj që këto janë situata të përsëritura dhe patjetër është përgjegjësi e institucioneve qeverisëse që qytetarët janë sot në këtë gjendje, sepse po të kishim një proces planifikimi përpara se të ndodhte kjo situata, atëherë nuk do ishim në këto kushte, pra nëse ato zërat që bashkitë parashikojnë për menaxhimin e infrastrukturës, ujitjes kullimit, planifikimin urban dhe vendor, të ishin marrë me seriozitet më parë, gjendja nuk do ishte kjo që është sot, në Durrës apo edhe në qytete të tjera. Pra shteti në një farë forme, qoftë me fonde që i ka parashikuar për diçka tjetër dhe i devijon për emergjencat, qoftë me fondet parashikuara për emergjencat, mund t'i bëjë rimbursimet. Por dëmi ekonomik dhe zgjidhja është shumë herë më e vështirë për qytetarët dhe për personat e prekur nga kjo situatë.